Muzetë e qytetit të Vlorës ndryshim të fashave orare, teksa do të jenë hapur gjatë gjithë javës në sezonin turistik. Skënder Spahiu, përgjegjësi muzeve në Bashkinë Vlorë, ka konfirmuar se që prej muajit maj muzetë kanë ndryshuar orar, teksa tashmë do të jenë të hapura edhe gjatë pasditeve, ndërsa do të funksionojnë çdo ditë të javës. Spahiu bën me dije se kjo edhe për t'i ardhur në ndihmë vizitorëve vendas apo edhe të huaj të kenë mundësi të vizitojnë në çdo moment, ndërsa interesi shfaqet për muzeun historik, por kryesisht për atë etnografik. Të dy muzetë në varësi të Bashkisë Vlorë, që janë skulpturore të Vlorës, janë Muzeu Historik dhe Arkeologjik dhe Muzeu Etnografik i qytetit, të cilët jo vetëm gjatë sezonit turistik, por edhe gjatë pjesës tjetër, mbas sezonit turistik, mbas muajit tetor, ka një elasticitet në orarin e tyre. Megjithatë, neve që nga fillimi i muajit maj, me hapjen e sezonit turistik, ne ndryshojmë edhe fashën orare. Muzetë vizitohen gati çdo ditë të javës, madje edhe të hënën nuk e kemi lënë pushim. Kemi bërë një grafik për të qenë hapur muzeu edhe ditën e hënë deri në orën 13 të mesditës, ne kemi ditë pushimi dhe është shtuar fasha e mbasdites nga ora 17 deri në orën 19 dhe nëse ka vizitorë edhe mbas orës 19. Gjithashtu ne kemi vendosur numrat e tanë të telefonave, të cilat edhe jashtë këtyre fashave orare ne presim apo hapim muzeet për të pritur vizitorë të ndryshëm që kanë interes për të vizituar muzeumet e qytetit të Vlorës. Kjo na ka shtuar së tepërmi numrin e vizitorëve dhe në bazë të statistikave që ne kemi, edhe për muajin që sapo mbyll muajin maj, neve kemi një rritje rreth 13 deri në 15% të numrit të vizitorëve, kryesisht të huaj, të cilët kanë vizituar muzetë e qytetit të Vlorës, sepse nuk mund të themi se çdo kush që viziton Vlorën është pjesë e vizitave të muzeuve të Vlorës, por interesi i veçantë është kryesisht për muzeun etnografik, për parë traditën dhe ato elementë të traditës sonë, të mënyrës të jetuarit, por dhe etnogjenezën tonë, si që janë elemente arkeologjisë apo statuja të ndryshme, elemente të stelave të varit apo të doshkrimeve të ndryshme të periudhave kohore, që nga mesjeta apo antikitetit deri në ditët e sotme. Spahiu konfirmon se italianët janë ata të cilët zënë vendin e parë të numrit të vizitorëve. Kjo edhe për të njohur me historinë, por nuk mungojnë edhe portugezët apo edhe nga shtetet e tjera, ndërsa vetëm gjatë muajit maj ka patur një rritje me rreth 13 deri në 15% më shumë se një vit më parë. Vizitorët janë të ndryshëm, janë të shumtë, janë nga shtetet të ndryshme dhe kontinentet të ndryshme të botës, por më të interesuar kryesisht janë italianët. Italianët gjejnë ndërthurjen e kulturave tona, shikojnë ato elementë të cilët janë formuar në Shqipëri mbas ndarjes së Romës, Bizanti dhe Roma. Gjejmë të monedhave të ndryshme që gjenden edhe në Ballkanin Perëndimor në Vlorë apo në pjesën perëndimore të kufirit të Bizantit, edhe krahasojnë ato me gjetjet e tyre në Romën e lashtë. Këto janë elementët më të rëndësishëm që ata shikojnë, kërkojnë, bëjnë krahasimin, po përjashtuar dhe edhe portugezë kemi patur dhe spanjollë kemi patur, por italianët zënë numrin më të madh të vizitorëve për këto element që unë përmenda më sipër. Muzetë e qytetit të Vlorës ngjallin interes tek vizitorët vendas apo edhe të huaj, teksa numri i tyre rritet ndjeshëm gjatë sezonit.